Në ditën botërore të radios, sjellim në vëmendje një nga zërat më të njohur për publikun korçar, atë të Mikel Qiriajt, gazetarit të RTS Korça, i cili prej 25 vitesh kontribuon në radio dhe televizion. Edhe pse ka ndërtuar një karrierë të gjatë në të dyja mediat, ai e pranon se radio mbetet dashuria e tij e parë. Radioja është një dashuri e parë për mua që vazhdon të mbetet e tillë. Pra janë emocione që çdo ditë i përjeton, është ajo energjia që të mbush mëngjesin dhe të shoqëron gjatë gjithë periudhës që ti je në një ditë pune. Aq më tepër që ndihesh dhe shumë herë më radh në radio. Ata që kanë përvojën e tyre në radio e dinë se çdo të thotë të punosh në një radio dhe të bëhesh pjesë e magjisë së saj. Mirëmëngjes, përshëndetje, mirë se erdhën, thuaj mirëmëngjes emisioni i përditshëm. Prej vitesh Mikeli është zëri që çel programacionin me emisionin e mëngjesit, duke shoqëruar nisjen e ditës për dëgjuesit dhe shikuesit me informacion dhe energji pozitive. Për të, kontakti i drejt për drejt me publikun përmes mikrofonit ka një ndjesi të veçantë dhe përgjegjësi të madhe. Më vjen mirë që jam pjesë e mëngjeseve për shumë dëgjues të radios dhe e ndjej që ata marrin nga energjia ime, nga gjithçka që unë përsjell në mikrofon, dhe kjo më bën që të kem çdo herë edhe më tepër pasion në atë që unë përsjell çdo ditë për të gjithë dëgjuesit, edhe pse formati radio televiziv bën të mundur që edhe teleshikuesit të marrin këtë energji. Në një realitet mediatik të dominuar nga zhvillimet teknologjike, ai nënvizon se radio ka ditur të përshtatet me kohën, duke ruajtur rolin e saj si burim informacioni dhe komunikimi me publikun. Fillimet kanë qenë me shirita, pra duhet të flas pak edhe për pjesën e teknologjisë. Më pas, siç e shikoni, jemi në një studio e cila daton pikërisht në vitet 2000, ku fut teknologjia e re, CD-ja, minidisku, ndërkohë që sot jemi në një transmetim 24 orësh nëpërmjet kompjuterave që hyn shumë kohë më pas. Pavarësisht asaj që ka sjell teknologjia, pavarësisht çdo gjë moderne, rrjetet sociale apo shumë platforma ndryshme që transmetojnë muzikë, kur muzika transmetohet në radio, mbetet gjithmonë shumë e veçantë dhe ata që vazhdojnë ta shijojnë diçka të tillë e dinë shumë mirë se sa magjike mbetet radio. Në ditët e sotme, edhe pse teknologjia ka ndryshuar mënyrën e komunikimit dhe informimit, radio mbetet një medium i rëndësishëm që vazhdon të shoqërojë përditshmërinë e njerëzve dhe të ruajë lidhjen e drejtë për drejtë me publikun.